Meditimi fuqishëm i rikthimit tek vetja. Ulu apo shtriu, mbylli sytë dhe merr frymë thellë. Liroje frymën shumë ngadalë. Lejoje trupin të qetësohet, mendjen të ndalet dhe shpirtin të hapet. Sepse sot do të rikthesh tek vetja jote më e vërtet, tek ajo pjesë që e ke mbajtur brenda gjatë gjithë rrugës tënde, ajo që nuk është larguar kurrë. Imagjinoje veten duke ecur në një natë të ftohtë. Debora bie pa ndërprerje. Fryma jote del në ajër si mjekull. Trupi dridhet, duart janë të ftohta. Dhe çdo hap që bën është më i rëndë se tjetri, është errësie. E vetmja gjë që dëgjon është zhurma e erës. Je lodhur, por nuk ndalesh. Diku thellë, diçka të thërret përpara. Dhe pa pritur, në largësi shfaqet një dritë. Një shtëpi e ndriçuar, e ngrohtë, që qëndron si një premtim shprehëse në mes të stuhisë. Ti shkon drejt saj. Trokit në derë. Ajo hapet ngadalë. Dhe aty qëndron një fëmijë 6 vjeçar, me sytë e pastër, me buzëqeshje të sinqertë, me dritën që dikur e pate edhe ti. Ai gëzohet kur të sheh. Më në fund erdhe, të thotë. Dhe ti e kupton që ky fëmijë je ti. Ti kur ishe i vogël, i pafajshëm, i pastër, i mbushur me ëndra. Hyr brenda. Dhoma është mbushur me njerëz. Dhe kur shikon me vëmendje, kupton se janë të gjitha versionet e tua. Vetja jote 4 vjeçare, vetja jote 12 vjeçare, 16, 21. Dhe ma larg qëndron vetja jote 30, 50. Dhe në fund të dhomës, me një prani të jashtëzakonshme, qëndron vetja jote 80 vjeçare. Të gjithë të shikojnë me një ndjenjë krenarie, si të thoshin, shiko sa larg ke ardhur, shiko sa shumë ke mbijetuar. Ti fillon të tregosh për jetën tënde, për rrugtimin, dhimbjet, shpresat, arritjet dhe rënjet, dhe ata të dëgjojnë, të gjithë, me pranimin që e ke kërkuar gjithmonë. Vetja jote 80 vjeçare ngrihet. Lëviz qetë me një siguri të thellë, afrohet drejt teje. Dhe kur vendos duart e saj të ngrohta mbi duart e tua, ti ndjen një paqë që se ke ndjerë prej vitesh. Me një zë të butë, të mençur, zë që vjen nga përvoja, nga mesimet, nga dhimbjet e shëruara, ajo thotë. Ti do të shërohesh, pavarësisht sa herë je thyer. Ti do të ngrihesh prapë. Zemra jote është e lindur për ta rindërtuar veten. Ke qenë gjithmonë më i fortë se sa ke ditur. Dhe në atë moment, një ngrohtësi hyn në trupin tënd. Një dritë që mbush çdo boshllëk brenda teje. Një dashuri që ja ke mohuar vetes për shumë kohë. Fëmia yt 6 vjeçar të afrohet përsëri, ai të shet drejt në sy dhe pyet. Kur të rritemi, a do t'ja rrim ëndrat tona? Fjalët të bllokohen pak, sepse kjo pyetje shpon thellë, të kujton premtimet që i ke dhënë vetes, dhe ato që i ke harruar. Por tani, je i qartë, e shikon në sy, dhe i thua me një zë të butë. Po, do t'i arrim dhe të premtoj, do të bëj krenar. Ti e përqafon fort dhe në atë përqafim, shpresa, drita
dhe ëndrat e tua të hershme kthehen tek ti. Kthehen në trupin tënd, në shpirtin tënd, në jetën tënde. Merë frym thellë, lejoje këtë energji të hyjë në çdo qelisë të trupit tënd. Kjo forcë është e jotja, kjo dashuri është e jotja, kjo urtësi është e jotja. Dhe kur të jesh gati, hap syt ngadalë. Ti nuk je me njëjti person, ti je rikthyer tek vetja, tek forca jote, tek e vërteta jote. Dhe tani, je gati për kapitullin tënd të ri.